Ministri i Mjedisit Sofian Jaupa i prezantoi marrëveshjen Vjosa i Gjelbër, zhvillim rajonal i Gjelbër dhe gjithëpërfshirës, duke e cilësuar si një model të ri zhvillimi për Shqipërinë. Kjo nismë synon të balancojë mbrojtjen e natyrës me zhvillim ekonomik, veçanërisht në zonën e parkut kombëtar të Vjosës dhe Pellkun, ujëmbledhës të lumit Vjosa. Qeveria shqiptare ka dëshmuar qartë vizionin për ruajtjen e trashëgimisë natyrore, me shpalljen e Vjosës park kombëtar në mars të 2023-shit, 480 kilometra lum, ne krijuam parkun e park kombëtar të një lumi të egër në Evropë. Sot, pas 3 vitesh, Vjosa ka statusin pasuri UNESCO, ka një plan menaxhimi deri në vitin 2033, ka të ngritur një administrat të dedikuar për të, është krijuar qendra multifunksionale në përmet dhe ndërkohë janë duke përfunduar 2 qendrat e tjera në Tepelen edhe në Vjosën e Poshtme. Kemi avancuar me Bankën Botërore për trajtimin e ujrave të ndotur dhe duhet të thënë që Vjosa është një pasuri unike dhe një simbol i turizmit të qëndrueshëm, ku vetëm vjet kemi pasur 200.000 vizitor, të cilët kanë zhvilluar ekoturizmin në këtë park kombëtar. Marrëveshja e nënshkruar më 3 shkurt të 2026 mes qeverisë shqiptare dhe gjermane parashikon një grant prej 3 milion eurosh. Qëllimi është të sjellë ekspertizë dhe modele moderne për menaxhimin e burimeve natyrore, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e qëndrueshëm të zonës ku jetojnë rreth 70.000 banor. Projekti Green Vjosa që paraqesim nëpërmjet kësaj marrëveshje financimi me Gjermaninë e kthen këtë pasuri në një motor zhvillimi për komunitetin. Së pari do të kemi një forcim të institucioneve dhe një menaxhim efikas. Së dyti do të kemi mbrojtjen e biodiversitetit dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Gjithashtu do të zhvillohet ekonomia lokale dhe punësimi në turizëm në të gjithë pellgun ujëmbledhës të Vjosës dhe do të kemi një forcim të identitetit kulturor duke bashkuar pasurinë natyrore të lumit Vjosa me gjithë trashëgiminë natyrore që ka qarku i Gjirokastrës dhe qarku i Fierit dhe qarku i Vlorës. Projekti në të vërtet kontribon në objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe është në përputhje me kapitullin 27 për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Kjo marrëveshje nuk ka asnjë barrë financiare për buxhetin shqiptar, përkundrazi ne sjellim një investim dhe mundësi financimi të mëtejshëm. Në datën 27 prill, unë do të kem kënaqësinë që të pres në vizitë në Vjosë ministrin federal gjerman të mjedisit për të lançuar projektin, çka tregon edhe një bashkëpunim të jashtëzakonshëm midis Shqipërisë dhe Gjermanisë në fushën e mjedisit. Me 27 prill pritet vizita e ministrit federal gjerman të mjedisit në lumin Vjosa, ku do të bëhet edhe lançimi zyrtar i projektit, duke forcuar bashkëpunimin mes 2 vendeve në fushën e mjedisit.